Mirëmëngjes Kanada, mirëmëngjes shqiptar kudo që ndodheni. Kam një të ftuar të jashtëzakonshëm, një të ri që me zor po pres ta prezantoj dhe të flasim pak për komunitetin, për angazhimet e tij dhe gjithçka tjetër. Të rinjt janë frymëzim dhe do kemi shumë në këtë emision. Por përpara se të flasim për këtë, doja që të nisim duke ju kujtuar edhe një herë festat e nëntorit. Është muaji jon, ky është kuqezi, zemra rreh shqip. Shqiptarët janë kudo dhe ndihen shqiptar më shumë se çdo herë. Është 130 vjetori i pavarësisë dhe 81 vjet nga çlirimi i Shqipërisë. Është bukur kur na japin rëndësi këtu në një vend kaq të madh me komunitet vogël, por me zemër shumë të madhe. Ne shqiptarët bëjmë buj kudo. Merremi me çdo gjë, me biznesmenët më të famshëm që kemi ne, por nuk i dim akoma, do t'i shfaqim këtu në këtë emision, do t'i marrim nëpër intervista, do t'i promovojmë se ky është zëri juaj. Prandaj na thoni kushdo që do të na bashkohet e të tregoj historinë e tyre. Në mëngjes është koha më e mirë. Të zgjohemi bashkë, tregojmë bashkë, t'japim frymëzim, histori që na përkasin gjithëve, po pse jo edhe nga të cilat mund të mësojmë ne si komunitet. Po, siç ju thash, të ftuarin e kam për më gjatë, do ta mbyllim bashkë emisionin, do ta nisim për shumë pak. Më lëni të prezantoj disa evente që do ndodhin në komunitet shumë shpejt. 29 nëntorit do jetë sold out me eventin që ka organizuar shoqata shqiptaro-kanadeze që feston dhe 35 vjetorin e krijimit të saj me Rex Ferhatin, që të cilin ne përshëndes me të vërtet shumë. E duam fort Rexin sepse Rexi ka bërë shumë për komunitetin, ka një dashamirësi si rrallë herë gjen, i përqafon talentet e reja, bën kaq shumë. Edhe në momentin e fundit kur e merr Rexin, e gjen mënyrën për ta bërë një event bukur, vetëm që të jemi gjithë bashkë. Faleminderit Rexi, do të shoh në datë 29, më shumë nuk do zbuloj, do jem dhe unë aty. Atëherë, unë nuk po pres dot, do ta prezantoj të ftuarin tim sepse e kam këtu, por nuk po flet, edhe nuk të lë dot pa folur. Jon Çeku, një ri i jashtëzakonshëm, me ambicie, me talent, handsome, shumë i bukur, po jo vetëm aq, edhe shumë i zgjuar. Sot do flasim për shumë gjëra me Jonin, se si është ta nisësh jetën nga e para, një moshë shumë të re. Unë nuk e di as sa e kam pyetur Jonin, a desha as deshet vje këtu. Jon Çeku, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Mendi, mirëmëngjes Kanada. Për të përgjigjur pyetjes, ishte vendim i prindërve më shumë se sa i imi për të ardhur këtu në Kanada. Isha i vogël, patjetër i vogël. 15 vjeç. 15 vjeç, i vogël fare ishe. Çfarë mendon? Kam bërë më të mirën? Ishte zgjedhja dur? Po, zgjedhja dur. Ja ka vletur. Edhe këtu në Kanada jemi mësuar. Të shkoj në Shqipëri është si shkoj tash, më vjen keq ta them një herë, po është pak ndryshe, sepse jam mësuar këtu në Kanada komplet. Por jeta këtu më pëlqen, edhe me shqiptarët jam i lidhur, jemi bërë një komunitet i mirë, kam komunitet shumë rreth vetes dhe shumë shok, shumë njerëz. Ti ke 15 vjeç, në një moshë shumë të re. Erdhe vetëm, me kë ishe këtu? Jo, nuk është erdha vetëm komplet. Kisha njerëz, kam gjyshrit, akoma i kam këtu, kam dajën, kam kushërin. Që kur erdha kisha një bazë në cilën qëndroja, nuk është se isha komplet, sepse 15 vjeç, po mos kisha njerëz, patjetër do rria në Shqipëri, nuk vija dot këtu. Nuk mendoj. Ashtu thua ti, unë i ka 17 vjeç edhe shkova më të në një komplet cikël tjetër jete, një komplet shtet i ri, po nuk ishte vetëm shtet i ri, unë isha një ndër të vetmet që në gjimnaz jetoja të gjithë, unë do rri në Shqipëri, nuk lëviz nga Shqipëria, kisha ndarë mendjen. Po never say never, nuk bën dot plane në jetë, të paktën parimisht unë e kam të ndaluar rreptësisht që të bëj plane afatgjata të paktën, sepse e di që në farë mënyre jeta ndodh, life happens që thon këto, dhe nuk është se prishën diçka më e mirë ndodh. Pozitiviteti është gjysma e punës. Pajtohem plotësisht. Edhe kur është e vështirë, siç e the, pozitiviteti edhe në shkencë, doktorët e thonë këtë, një njeri që është i smur, me çfarë lloj smundje, nëse ka një positive outlook, nëse ka e shikon me pozitivitet,
prognoza është më e mirë. Do me thënë, sëmundja bëhet më e lehtë, edhe ndoshta edhe mund të shërohet më lehtë edhe më herët. Domethënë pozitiviteti në çdo rast, ose në rast negativ, edhe në rast patjetër pozitiv do është pozitiv, por edhe në rast pozitiv është i duhur. Edhe duhet me patjetër edhe një person që e ka të bëhet më i pëlqyeshëm ndaj njerëzve. Ka njerëz që janë shumë negative, janë shumë brenda vetes edhe shumë negative, kanë atë janë të errët edhe është vërtet që është si ngjitës, nuk dëshiron të jesh rreth atyre, kupton sepse merr edhe vetë atë negativitetin. Po ti je pozitiv, personi që je pozitivitetin, që është i hapur, që në çdo rast e kupton, e ka të buzëqeshjen, ata patjetër që të bëhen më mirë. Po. Për shembull se më mirë se më keq s'ka ku të shkoj. Po të mendosh për keq gjithmonë. Ama ti e bërë, domethënë janë shumë krenar prindërit e tu për të janë. Patjetër që janë. Ti je 25 vjeç, do ta themi moshën se për femrat nuk thuhet. 26, një vit më i madh. Ne heqim vitet tia, si shkon puna. Jo, duhet të jem i saktë. Edhe 26 po e kalojmë, gati 27, që po. Mua më kam mbetur atë kur ishte 25, megjithëse 26 pas kam taku. Po. Është si puna aty, ishte një aty afër, nuk ka rëndësi një lloj, po. Ishte e bukur se kur fiksohesh e ke drejt. Dhe prandaj mendoj që çdo gjë është relative në jetë dhe duhet të vësh në pikë pyetje gjithçka. Që dëgjon, që thua, veten, të gjithë, sepse duhet të ketë logjik mbas gjithçkaje. Domethënë dhe këtë e kam pas si parim jete, sepse vetëm kur fillova të questioning things, atëre kuptova që çdo gjë që nuk më dukej normale me të vërtet kishte një problem. Po nga ndroja që mos e kam gabim, dhe këto thonë ka një shprehje shumë bukur, there are no stupid questions. Domethënë nuk ka pyetje idiote. Po po këto ka një mënyrë për të motivuar që ti të flasësh dhe të jesh kurioz. Se mendoj që ajo është e vetme mënyrë që ti të mësosh sa më shumë në jetë. E i madh që gjithkohës i kurioz dhe pyet mendi sepse është vetëm mënyrë që të mësosh në jetë. Dhe më ka moshë atë ndrojtjen edhe atë për të pas jo vetëm kuriozitetin, por për të hequr dhe frikën për të pyetur për gjithçka. Çfarë nuk di pyet. Edhe ka qenë filozofia ime për pjesën më të madhe të jetës. E nisa kur isha shumë e ndrojtur, pastaj jeta, domethënë ato vështirësitë në jetë, nëse nuk të vrasin thon këto të bëjnë më të fortë, edhe është absolutisht e provuar dhe e vërtet. Dhe mendoj që domethënë nëse kam diçka që kujt jam falendëruese përveç gjithë njerëzve që i dua fort, janë të pakët që i kam afër, po janë shumë ato që i dua, edhe i respektoj, është e pamundur që këtu të mbash shoqëri, domethënë të ngushta në kuptimin e fizik të fjalës, që ti të jesh në gjendje që të takosh këto njerëzit për kafe, siç është në Shqipëri, se është një dimension tjetër Kanadaja. Ti vjen dhe rrugët janë më të gjëra. Njerëzit janë më larg detyrimisht. Çdo gjë është më e madhe. Ka shumë tokë, pak njerëz. Prandaj po marrin kështu me tufa. Janë hapur portet këtu them unë edhe hajde, po të marrin shqiptar. Shqiptarët janë, domethënë ato që i duhen këtij vendi, nuk po them ti marrim vetëm nga Shqipëria se i lam pa njëri fare ato atje, se domethënë për të qenë fair, të drejtë, mendoj që Shqipëria ka pas një zhvillim si asnjëherë tjetër, sidomos nga ana fizike, domethënë ti sheh një ndryshim kolosal. Unë shoh që po bëhet turizëm me fshatrat dhe jam nuk di të them sa e lumtur, domethënë gjithë mentaliteti që bëjnë këtu me tre pemë edhe pak bar këtu e sajojnë diçka për të bërë biznes. Ishte koha që të bëhet edhe në Shqipëri. Kam bërë festa, i dëgjoj, nuk i kam parë për fat keq, nuk më premton koha që të shkoj shpesh në Shqipëri, po sa herë që shoh e dëgjoj, më bëhet shumë qefi që është zhvilluar kaq shumë, ka hyrë mentaliteti që me turizmi tani është zhvilluar. Kjo është turizmi, domethënë, dhe ne kemi ca bukurira natyrore që vetëm duhet ti përmendim pak më shumë dhe e shoh që në mënyrë ndërkombëtare Shqipëria po lobohet nga është rritur shumë. Është bërë numri turistëve dhe ambasadorëve në një farë mënyre
të Shqipërisë, që thonë që e kemi parë dhe ka qenë një surprizë kaq e bukur, Shqipëria është kaq e bukur, ku nuk like a hidden gem. Jo, per capita, domethënë për person, Shqipëria ka aq turistë sa Greqia. Greqia ka diku tek 3 herë më shumë njerëz se Shqipëria, domethënë qytetar. Por turist ka 30 milion, Shqipëria ka 2.5 tash milion njerëz që jetojnë, edhe diku te 10 milion. Po ta bësh aty me Greqinë, madje jemi pak më shumë duket për person në raport me Greqinë. Wow. Po. O zot, e keni parë Jonin në lajme? Serios që kush të tha të mos qeshësh në ato lajme mordial? Kush të tha? Të kanë dënuar më duket. Jo, Po qesh, sa i bukur je kur qesh? Qeshën që ka ato lajme? Pak nga pak sa të mësojnë aty. Jo, më duket kanë thënë duhet ishte shumë serios, strikt, ë? Po, thjesht vet jam, kam edhe vet po që i kam pak kështu edhe duke më serios se sa jam. Unë në fakt të nkrysur e kam vënë re. Jam më në personalitet jam më i qeshur, jam më kështu, po thjesht kur më shikojnë njerëzit, domethënë atë resting face e kam pak pak si të egër, të vetullet e kam, se i kam të trashë. Po kjo puna ngrysje si është? Se ngrysjen ka një kështu, një vi këtu, e ke vënë re? Po, e kam vënë re, kam filluar. Si më është kështu nga që kur lind shqiptarët, jemi do bëhet kështu si linjë. Po, jemi kështu si paragjykues në mendime, shohim diçka, u bok. Ndoshta është ai cinizmi që kemi. Cinizmi është lidhur me tregon në fytyrë, fizionomia që i thon. Çdo ajo bota e brendshme tregohet në fytyrë. Jemi pak të ashpër. Paragjykues domethënë. Ose paragjykues, ose stresuar, ose ka shumë emocione që ja, e di çfarë më kujtua tani. Nxefen i lehtë, kupton, siç e thon ata turqit e kanë një shprehje, si thon, Arnaudi Nadi, domethënë inat është ndryshe në turqisht, më duket se në Shqipëri, po është ajo brenga që mbajnë shqiptarët, e kupton, e kemi, i mbajmë gjitha brenda. Prandaj edhe sa janë të krusur. Po. Okej. Domethënë është ajo, nëse ti më ke bërë diçka mua që që nuk më pëlqen, do ta mbaj, do ta. Po kanë dhe memorie shumë të gjatë si popull. Preke një temë shumë interesante se më ka bërë përshtypje, më fal. Fakti që këtu për shumë ka një kujtesë shumë, janë të shpenguar, nuk intereson fare njeriu se ç'a vesh ti, po ç'a blet ti, po ç'a ke ti, a je i martuar apo jo. Megjithëse kjo pjesa a je i martuar gjëja pa. Are you married? Do you have kids? Ashtu të pyesin gjithë. Dhe e bukur është se, domethënë dhe në intervistë këto nuk lejohen, kanë ca rregulla që nuk mund t'i bëjnë këto pyetje, po e kanë harruar fare, politically correct ka ik, domethënë nuk pyet më njëri, pyesin çfarë direkt. Si kemi atë shprehje te të mbathurat, futan njerëzit. Nuk e kemi vetëm ne këtë, janë të gjithë. Se unë mendoj që disa pyetje janë shumë personale dhe nuk e din ti se mund ta lëndosh atë tjetrin. Pastaj s'është puna jote fare, ndoshta ai ka një jetë që s'do ta ekspozoj fare, s'do ta ndaj me ty, flasin për motin më njerëz. Flasim për diçka që na prek gjithë. Po gjërat interesante janë gjithmonë, gjëra më interesante për njeriu, në është njeriu, domethënë të gjithë, edhe kur dëgjojmë, çive ç'a bëri ajo, se ç'a tha ajo, se kështu, të gjithë edhe i ka dal nami femrave, po edhe ne meshkujt e kemi kështu, ç'a tha? Direkt. Po veshët këtu. Ti ndërkohë e ke atë titrin përballë që po të flet? Patjetër, ja. Vëmendja është atë që s'dëgjon dot. Atë që domethënë e ke me vështirësi ta kapësh. Aty të ngelet menja, si është e mundur që ne duam gjithmonë atë që s'kemi duam ne. Të pamundur, në kërkim të pamundurs dhe pastaj thon duam të jemi të lumtur. Po ti shkon drejt të pamundurës. Si mund të jesh i lumtur ti kur ti nuk do të jesh i lumtur? Po rend drejt recetës për disaster që thonë këto. Recipe for disaster është që ti të kërkosh gjithmonë atë që nuk ke dhe mos jesh i kënaqur me atë që ke, ta vlerësosh, sepse kjo puna mirënjohjes dhe mendoj që do ta cekim në çdo emision. Ta bën jetën më të bukur kur e nis edhe bitis me mirënjohje jetën. Ti jesh më mirë. Sepse gjithë të gjërat të mira që kemi nuk duhet i kuptojmë vetëm kur i humbim. E kuptoj që thonë natyra njerëzore këto, jo me natyra njerëzore, ti keca si puna rutinës, fillon edhe e mëson veten që të kuptosh që të fokusohem te çfarë kam. Se po fokusove te gjysma e gotës bosh, nuk e se ti je i lumtur. Kemi shumë të mira dhe gjëra për të lumturuar se sa e mendojmë. Është sepse gjithçka bëhet rutinë, kupton, është si kafja që kur e pi gjithmonë nuk të bën më efekt.
por duhet ta kuptojmë se kemi shumë çdo person ka shumë gjëra që thotë edhe që jeton, e kupton që je gjallë, që merr frymë. Është shumë është e vetmja gjë që nuk duhet marr për e mirëqen. Dhe duhet jemi falendërues në mëngjes. Është aq dhuratë e madhe sa ne nuk e kuptojmë derisa humbim shëndetin. Domethënë mendoj që është shumë e trisht të mendosh që ti vlerëson gjërat vetëm kur i humb. Dhe të bësh këtë ushtrimin ku ti zgjohesh duke numëruar gjërat që për të cilët je mirënjohës për you're blessed. Ke kaq shumë blessings around you. Domethënë si thua blessings. Bekime o zot se kemi kaq bukur atë gjuhën tonë. Dhe do ta them gjithmonë njëherë anglisht, njëherë shqip dhe kur do më falni mua. Ashtu jemi gjithë kemi. Por kur I shoh këto pastaj në emisionet shqiptare që flasin treçerekun në anglisht, pa ama kur e bastardon atë gjuhën tonë aq të bukur. Gjua jon aq e mirë, domethënë aq e bukur, që I ka të gjitha cilësitë gjua jon dhe kanë krijuar fjalë, për shembull literalisht. Literalisht ja mua më kap ta nerva që nuk e dija që I kisha deri në momentin që kam dëgjuar literalisht. Ose kondensuar. Si është kondensuar më? Po si të dënsuar më thua në shqip? Po, e kanë kill këtë, e kanë killur. Mirë që e kanë varfëruar gjuhën, po e kanë bastarduar. Jo, isha, sidomos me brezat e rinj, më të vegjël se unë. Isha në Tiranë, shkova 2 herë si vjet. Para disa javësh, isha 2 javësh isha në Tiranë. Ti e ke të freskët fare, a do flasim një çik për këtë më shumë? Po. Më thuaj një çik, më thuaj më shumë, dua të di çfarë bëhet me Shqipërinë tani. Sigur unë jam frilla, ke parasysh. Fëmijët duke folur gjys anglisht, gjys shqip. Sigur ishte më vërtet shumë e çuditshme për mua sepse e kishin sigur ishin këtu, sigur po flisin anglisht, domethënë sigur ishin në Kanada edhe sigur nuk dinin shqip. Edhe gjys anglisht, gjys shqip, edhe ishin mes Shqipërisë, domethënë vajza të vogla shqiptare. Mund të themi 12-13 vjeç, po flisin gjys anglisht, gjys shqip. It's like hi, how are you? Ose po flisin unë çudita, thash ç'a po bëhet këtu? Ne na duhet propagandë për gjuhën shqipe, më kujtua gjuha shqipe. Sa e ëmbël, sa e mirë, apo gjuha shqipe, por si ka nga zogu të verës që vallëzon blerim prillit, por si amli fladi erës që lmon gjinte tranafillit, por si vala e bregu detit, por si gjama rfes gjetare, si ushtima një tërmetit, një ashtu është gjuha jonë shqiptare. Janë rënjët, janë themeli gjua, nuk humbet gjua, nëse humni aty ku jeni, atëherë kemi një problem shumë të madh për cilin duhet të flasim. Duhet të ketë propagandë për gjuhën, ne duam ta mbajmë këtu, ne duhet të mësojmë fëmijëve tanë shqip. Dhe po kemi gjithë shpresat dhe syt nga ju edhe nga këto televizione si Alp TV që të sjellin të na çojnë mbrapsh në identitet. Identiteti nuk humbet, ama me të vërtetë fëmijët tanë janë midis 2 botëve. Domethënë janë të lindur në Kanada, në shkollë janë kanadez, me pasaport me të gjitha, në shtëpi janë shqiptar. Po nuk mund të imponosh fëmijës ti jetë shqiptar. E bën me gjëra të vogla pak nga pak, me një gatim, me një emision, me një I mëson këto, kam shumë respekt për ato prindër që I kanë çuar fëmijët tek të mësojnë vallet shqiptare, sa bukur, gjuhën shqiptare, në mënyrë profesionale gjuhën shqiptare. Edhe ju po e humbni atje. Unë domethënë mua nuk më besohet kur e dëgjoj dhe kam një rebelim për brenda. Është një forcë që është pak e vështirë për ta mundur. Është bërë një monokulturë me internetin. Edhe unë kur isha I vogël, kisha akses te interneti dhe mësova shumë gjëra. Madje interneti edhe librat ma bën atë tranzicionin në Kanada ma bën shumë më të lehtë se sa do ishte po mos I kisha këto resurse, si thon. Tashi është bërë si shashi monokulturë. Edhe kur e kisha unë kishim YouTube, kishim këto gjëra, po tashi janë bërë shumë më të lehta, është bërë TikToku. TikToku është bërë në atë mënyrë që ti e ke aq të lehtë, edhe jo vetëm TikToku, është Instagram, janë gjitha këto scrolling apps. Është bërë shumë e lehtë se ti vazhdon edhe vetëm scroll, edhe ajo forcë është shumë e vështirë për tu mbajtur, më kupton, për tu mbrojtur ndaj saj, sepse depërton kudo. A ushqen një çik depresionin dhe parazitët po shtohen me këtë TikTokun? Nuk ka një lloj fuqie
sepse është më përpara TikTokut. Për shembull, ju nuk e dija e mbani mend, disa e mbajnë, kishim telenovelat. Zhadja, asnjë s'kam parë. Unë si dëroja dot se kur shikoni njerëzit. Ishte njëra 100 vit, 1100 vit një italiane që s'mbaronte kurrë. Ajo vetëm episodet e reja kishte gjithmonë. Po Beautiful. Po lëre se ajo është akoma Beautiful, a do na shkruani pak, ka marru Beautiful se është enigme e madhe. Do ta shoh gjithë. Më vjen keq, nuk kemi kohë as shohim tani, po kam filluar të shoh shumë televizionin shqiptare, domethënë nga që më është futur kjo fryma e qenurit përreth, domethënë edhe duke bërë emision shqiptar, kam krenari absolutisht të flas shqip, edhe më duket sikur edhe unë vetë më ishte varfruar shqipja dhe kritikoja shumë veten, i thoja mamit sikur më ka ikur, më duhet të lexoj në shqip. Sepse më ikën e ndjej që nuk e kam më elokuencën që e kam pasur më përpara dhe është një gjë që nuk e humb dot, sepse gati është sikur ti humb një pjesë të identitetit tënd. Të njëjtën gjë kam vënë edhe unë. Sidomos kur është në ndonjë temë që është pak më e vështirë, domethënë se flas me prindrit ose me gjyshit për politikë, sepse ata nuk flas dot anglisht, kuptohet. Për politikë ose për ndonjë filozofi ose për ndonjë gjë që është pak më e vështirë, që është pak më teknike, që ka fjalë, ka zhargon pak më teknik, ajo është më e vështirë për të gjetur fjalë, për ta shpjeguar, sepse hajde gjeje fjalën ti tash në shqip për një term shumë teknik, duhet ta shpjegosh termin, po edhe shpjegimi ka terma teknik, kështu që është bëhet shumë e vështirë, kështu që pjesa ime e preferuar është kur të fillojnë të gjykojnë, sepse ti ke ardhur nga ande, u bë kjo, po flet gjysmë, po ju flisni aty brenda. Aty domethënë është bërë trend anglishtja. Si nuk e kuptoj, domethënë, okay, patjetër duhet mësohen gjuhë, po jo të heqësh dorë nga gjuha jote, nga identiteti yt, nga rrënjët e tua për të mësuar një gjë të re, gjuhë të re. Ka njerëz që flasin nga 7-17 gjuhë. Domethënë është mund t'i mbash jo në dëm të shqipes. Domethënë duhet mësuar si ekstra dhe shumë mirë bëjnë që i mësojnë, po jo për t'i përdorur në përditshmëri dhe duke bërë një mix, një turli gjuhësh. Si çdo perandori tjetër, edhe perandoria amerikane ka atë efektin vetë të gjuhës, siç ka pasur perandoria romake, siç ka pasur osmanët, domethënë të gjithë kanë lënë efektin e tyre në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të tjera, patjetër kuptohet. Nuk kemi vetëm ne që kemi atë problem. Asa fjalë turqisht kemi ne, domethënë e pabesueshme. Kemi më shumë latinisht. Edhe turqisht kemi shumë më shumë se ç'mendon. Po gjuha shqipe, ky është pak kontrovers, sa njerëz e di që nuk do i pëlqej, por gjuha shqipe është 40 deri në 60% të fjalëve kanë origjinë latinishte, domethënë gati ishte latinizuar komplet. Po se thonë që gjuha shqipe është unike, nuk ngjan me asnjë gjuhë në botë. Është e vërtet. Është e vërtet. Por kemi marrë shumë nga latinishtja. Është gati, domethënë kur në vitet 1900 ose 1800, domethënë në shekullin e 19, kur po bëheshin këto studimet që ishin albanologët e mëdhenj, gati na futën në gjuhët Romance, i thonë, gjuhët romake, gjuhët latine, sepse kishim më shumë fjalë nga ajo gjuhë. Por gjithsesi prapë ngelemi shqiptar, sepse atë ngelemi shqiptar unik, me një gjuhë unike, me asgjë që ngjan me të tjerët, sepse fjalët bazike kemi në shqip. Siç është anglishtja quhet gjuhë gjermane, sepse fjalët bazike që fliten më shumë, se edhe gjermanika edhe anglishtja, një pjesë e madhe të fjalëve janë latine, vijnë edhe nga frëngjishtja. Por quhet gjuhë gjermane sepse ka shumë fjalë që janë bazike, ato të ditëpërditshmet, që janë nga gjuha gjermane, jo nga gjermanishtja tash, po nga gjuhët gjermane që kanë pasur më përpara. E njëjta gjë me shqipen, domethënë një pjesë e madhe e fjalëve që flasin ditë për ditë janë shqipe, edhe mënyra se si flitet të shqipe, domethënë është unike. Se tani është një mix midis italishtes, anglishtes, që folëm e bëm me torrëm këtë thjerr, torrëm, domethënë është shquar kjo folja për ato që nuk i duket sikur e shpika këtë fjalën. Këtë leshin thuhet lesh, mo nuk e di pse i kanë kaq problem këtë fjalën. Është material, thuhet. Është material, pra. Se më thoni mua më qortonin se është për mund leshi ka, më leshi, material pra, është copë, domethënë material. Copë e mirë.
Të feministë leshe. Po sa ngrohtë të mban, do të thënë, kam pas, mban mend të kemi pas kanatiere leshi. Jo, se më mend. Kam veshur si vish ato se mkroi trupi asnjëherë. Po një herë, ja ti themi ti bëjmë thirrje të hapim një dyqan me kështu gjurmashka. I mban mend gjurmashkat apo ti ke iden çfarë janë? Se vetëm korçarët e dinë gjurmashkat, i përshëndes fort korçarët. Është shumë e rëndësishme që të mbrojnë jo vetëm gjua, siç kemi folur deri tash, po të mbrohet edhe dialekti në një farë mënyrë, sepse ne vetë gjithë duam të flasim atë gjuhën letrare, duhet kuptojmë sepse kemi shtet, domethënë shteti duhet qeverisur, domethënë duhet kesh një standard, më kupton? Edhe për shkencë për gjithë. Qeverisur duhet gjuhë letrare, jo dialekt në parlament, po thotë. Jo, nuk. Detajoni, jo. Jo, nuk pranojmë dialektet. Jo, e kam fjalën kur ke një shtet qendror, kur ke një ose edhe një çfarë trupi qendror, domethënë ose Akademinë e Shkencave ose gjitha këto, do kesh një standard, qoftë në gjuhë, qoftë në mënyrën se si i bën gjëra, në çdo gjë do kesh standarde sepse duhet ta aplikosh në një mënyrë standarde, nuk mund ta bësh ndryshe, duhet kuptohesh. Por dialekti duhet mbajtur, domethënë se çfarë lloj dialekti që ke, të paktën duhet vazhduar ajo sepse ka tesare në atë dialekt që nuk i gjen as në gjuhë letrare, pastaj edhe gjuha letrare është duke humbur tash sepse po flasim anglisht siç folim. Kështu që ka dy grada humbje, më kupton? Kështu që duhet edhe dialekti duhet mbajtur fort sepse ka shumë fjalë që tregon edhe origjinën tonë të lash pasaj. Mos humbim rrënjën. Jo, rrënjët është shumë e rëndësishme. Ideja që e kemi tjerë këtë temën e gjuhës sot, nuk e di sa kemi se më ka humbur orari, nuk mbaj orën, do na thot regjia për pak, është sepse ne jemi në muajin e shqiptarëve sot dhe na takon të flasim për rrënjën, na takon të flasim për themelin e identitetit shqiptar që është gjuha dhe nuk duhet humbur, dhe propaganda për mos ta humbur vjen për ju aq sa vjen për ne. Prandaj nisa duke thënë që nuk i gjykoj absolutisht prindrit apo dhe domethënë kushdo, çdo grup mosh apo njerëzit që kanë lindur këtu. Ne kishim Arnisa Morinën që fliste gjuhën aq bukur dhe unë kishte kaq shumë pozitivitet Arnisa. Me atë gjuhën që ishte ndrojtur për ta folur në shqip dhe tha nuk e di, unë kam më mirë, e kam pak më të lehtë që ta flas në anglisht, nuk i di ca terma, ama rrjedhshëm. Një gjuhë që tingëllonte aq bukur në gojën e saj, ka ardhur vetëm 3 vjeç këtu. Një shembull për t'u marrë për të gjithë. Dhe më vjen shumë mirë që nëpërmjet Alp TV Kanada ne këtë po bëjmë, po promovojmë njerëzit që ndoshta nuk i njihnim dot sepse nuk janë shfaqur nëpër televizione, po që janë thesare për komunitetin ton dhe na bëjnë të ndihemi krenar çdo ditë dhe ka shumë. Dhe bashkë ju premtoj që do t'i njohim në të gjitha programet tona, sepse do kemi shumë programe dhe do bëjmë pikërisht këtë që jo vetëm t'ju ndihmojmë që ta ruani gjuhën, të keni interes për të na dëgjuar ne, po të keni interes për të njohur sa shumë talente, sa shumë histori suksesi janë në këtë vend nga shqiptarët, që ne nuk e dinim as që ekzistonin. Për të krijuar këtë urën lidhse jo vetëm me Shqipërinë, po dhe këtu brenda për brenda, sepse ndasit duhet i harrojmë, të heqim nga fjalori. Ne jemi më të fuqishëm bashkë mund të bëjmë gjëra shumë të bukura dhe kemi shumë motive për të qenë për krahës me njëri tjetrin, kemi shumë motive për ta promovuar njëri tjetrin, se duke lartësuar emrin e shqiptarëve këtu, në një vend kaq madh, me një komunitet kaq vogël, është e vetmja mënyrë jo vetëm për të mbijetuar, po për të qenë më të mirët. Dhe me Gojardin në emisionin e kaluar po flisim që do bëhet një paratë shqiptare, mua më keni aty duke mbajtur radhë me gjithë fëmijët me çdo gjë, me çdo element patriotik shqiptar. Siç e bën New York. Ata kanë vite që e bëjnë atë paradën shqiptare në New York. Bravo. Do ishte bukur në New York. Doja me të vërtetë tisha të shkoja, kam parë nga domethënë ndjesitë që t'jep nga ekrani dhe janë rënqetëse. Domethënë çfarë bënin shqiptarët kudo në botë, sidomos në Amerikën e Veriut që jemi më të fokusuar ne. Bravo. Jeni më të mirët dhe ne do ta provojmë këtë. Po patjetër do përpiqemi. Meqense folëm për emisione dhe unë tani do të ngacmoj pak për këtë emisionin e ri që Joni jo vetëm prezanton edicionin e lajmeve që by the way, me qëra fjala, nuk ka kronika të zeza. Se si japim lajmet zeza, ne ma shpjego pak se po i shifja lajmet dje për shembull.
Edhe prandaj thash sa serioz je më Joni. Po duhet jemi pozitiv. A duhet jemi pozitiv. Po, është nuk ja vlen të futesh ato. ato. Nuk vdes njëri këtu. Zbritet njëri këtu. Aksidente ka fare. Kanadaja është fush me lule, nuk ka Kanadaja është fush me lule. Do t'i marrim këtë që janë nga andenë, ti themi, ku është vendi mundësive këtu, bëhet jeta këtu. Se u futen televizion për adrenalinën, të përballi atë frikën, meqense nuk besoj se të kam parë konfident që në daljet e tua të para. Domethënë je gati i gatuar, i lindur për televizion, Joni. Ta kanë thënë këtë? Po. Gojardi. Pa atëre si nisi kjo, domethënë angazhimi me Alp TV-n? Po, këtë vit, domethënë fillim këtij viti, kishim një këta Albanian Youth, domethënë shout out Albanian Youth, Valentini, Lurio, miqtë mi. Po do t'i kemi Lurion dhe gjithë Albanian Youth, do kemi ca emisione sepse duam këtë frymën e të rinjve, se sjellin një filozofi ndryshe. Por shifë sa të zgjuar jeni ju. Po ma thuaj pak çfarë do ketë emisioni jot. Emisioni im do jetë, domethënë në shide, domethënë nuk flas dot shumë tash, por kemi plan për të patur të ftuar nga bota politike e Kanadas. Më shumë nuk do them, por sepse çfarë e hodhe bombën, kaq mjafton. Kaq mjafton edhe just stay tuned. Anglisht, domethënë me titra. Do të jetë anglisht, po, patjetër, do të jetë anglisht. Po, do e përthejmë. Do tani. Patjetër. Ka rënë hise se po nuk e bët me titra shqip nuk e shoh. Po kemi se shef do të mami po dhe mami po mëson anglisht tani. Kemi shpresa të mëdha, por do të marrim, do të thënë do të jetë tek bota politike, rreth botës politike, jo komplet politik, po mendoj, po do jetë rreth asaj me ato lloj figurash, me të rinj ndoshta që janë në politikë. Kjo është aspirata që keni. Po. Okej, shumë e bukur, më pëlqen shumë, nuk e dija. Më thuaj pak, gjithatë ndryshimin mes dy botëve, Shqipëria, si u ambientove, të bëri përshtypje që kur shkoje në supermarket, gjëja e parë që shije ishte njerëz me bizhama. I gjykoje ato për shembull? Nuk, domethënë ai apo si shifje fare, se ti më dukesh mua nga ato që e ke mendjen aty ku e ke, domethënë nuk është se i gjykoja, kam filluar të gjykoj më shumë. Se është bërë mos sipërfaqësore jeta në një farë mënyrë. Jo, thjesht e shikoj se nuk bëjnë atë effort, nuk japin atë që duhet. Po gjithsesi ajo është tjetër. Ardha këtu nuk ishte shumë e vështirë. Domethënë kishte vështirësitë e saj patjetër, sepse shtet tjetër komplet, do lësh shokët, do lësh atë botën që e mësuar aty, do shkosh në një botë tjetër. Por unë anglishtën e dija. Domethënë e kisha mësuar dhe kisha mësuar mirë. Tekst nuk kisha, gjë që ishte interesante. Shumë e rrallë. Shkojmë mbrapsht në kohë bashkë. Po. Edhe dua që ti thuash një 15 vjeçari, si është jeta në Kanada, si është ndryshimi mes dy botëve, çfarë u përballet, po kështu fast forward do ta bëjmë jetën tonë tani, sepse na shkoi ora dhe po ulërasin ato nga ana tjetër. Jeta në Kanada për mua ka qenë e mirë. Patjetër ka pasur sfidat e veta, sepse unë ato PR-in, domethënë sa e mora, gjitha këto ishte një kalvar komplet për të marrë. Domethënë ka vështirësitë e veta. Unë jam mësuar këtu edhe siç kam thënë, më ka pëlqyer, por prap nuk është fush me lule, sepse ne në Shqipëri shikojmë si fush me lule, e shikojmë si do shkojnë në Kanada, do bëj para, do bëj këtë. Në Shqipëri sikur bëjnë më qef. Më duket mua sikur bëjnë më shumë qef. Domethënë janë më spontan, sepse patjetër këtu edhe distanca edhe gjitha duhet të jesh më rigid, duhet të kesh atë skedulën, duhet të kesh gjitha, do të thuash, okay, takohemi një javë më vonë, e kupton? Nuk e bën dot. Kurse në Shqipëri duket janë më spontan. Duket mua nga çfarë shoh. Edhe kur shkoj patjetër unë jam me pushime aty kur shkoj, kështu që gjithçka do jetë më spontane, do ti nuk thua jo kur shkon aty, vetëm po 20 kafe, nuk i pin ujë me gaz, ujë pa gaz. Unë kur shkoj aty jam me familjen. Edhe patjetër jam gjithmonë me prindrit, edhe shkoj me ata, dal me ata, me babi, me gjitha ato. Jemi bashkë pak a shumë gjatë gjithë kohës. Dhe më vjen shumë mirë të admiroj që e bën këtë dhe ke kuptuar këtë. Të admiroj Jon Çeku për domethënë
aftësinë, vizionin, për atë hapësirën e mendimit që ke, për pozitivitetin që sjell, për frymën e re, për atë, domethënë, rri me ty dhe e di që ke qëllime të mira. Ne kemi premtuar që në fillimet e këtij emisioni që ne do sjellim frymë pozitive dhe ky është qëllimi, jo vetëm të promovojmë shqiptar, po tregojmë që ne mundemi kur jemi bashk, sepse është shumë e rëndësishme të shtyjmë njëri tjetrin që të jemi më mirë, jo për të zënë vendin, sepse gjithë kemi diçka për dhënë. Edhe nga tjetër nuk kemi asgjë më shumë, përveç se për të mësuar më shumë. Niseni dhe bitiseni jetën me këtë lloj fryme, sepse çdo gjë do shkojë më mirë. Ju urojmë një ditë shumë të mbar. Faleminderit që ishit me ne. Nuk e dia e tepruam sot në emisionin, por urojmë t'ju kemi frymëzuar dhe t'ju frymëzojmë çdo ditë e më shumë. Është shumë kënaqësi që të kisha këtu. Mirupafshim. Edhe kalofshi një ditë të bekuar, të bukur me frymë shqiptare. Mirupafshim.